Mirë se u gjeta dhe gëzuar. Gëzuar, mirë se u gjeta, gëzuar. Gëzuar, mirë se u gjeta. Gëzuar. Gëzuar. Mirë, si. Mirë se u gjeta, gëzuar. Mirë se u gjeta. Gëzuar. Edhe për mua shumë klasiki. Idis urimet sot këtu. Faleminderit shumë. Gëzuar. Mirë se erdhët, Krishti u ngjall. Dhe e mbajtët fjalën. Tha do vini dhe derdhët. Mirë se erdhët. Kjo është djepi ku Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Urdhroni. ku ka nisur ngjallja. Urdhroni. Ja vetëm kjo do gëzuar. Gëzuar. Dhe natyrisht, do bëjmë edhe diçka aktuale, apo jo? Plotësisht. Unë jam këtu. Shkoj. Cazzo, se ne sto vivo dove c'è io, eh? Njeri i parë është i Krishtit të ngjallur sot. I dyti është i nënës së tij, se nënat kanë shumë pushtet. I treti është për zotën e shtëpisë Shënikollën, që ka emrin Kisha. Për ju personalisht. Bashkëshortja juaj, se pa ato të bëjmë do t'ja. Djali familjarist, vajza familjarist, dhe vëllezër motra tuajat familjarist, vëllezër motra familjarisht të bashortës tuaj, edhe dy krahët, se ngelen tatri. Këtë do ta ndezin këtu, ndizeni atje, profesor, atje. Këtu, për prindrit tuaj që kanë ndruar jetë të afërmit tuaj. Dhe për të afërt dhe bashortës tuaj që nuk jetojnë më. Dhe në fund, për qytetarët e nderuar të Kavajës. Krishti u ngjall. Shkoj. Keni ndonjë dëshirë tjetër? Patjetër, urdhroni. Një për ju. Ju falenderoj nga zemra. Dhe një për fitoren e 11 majit. Urime. Faleminderit. Shkoj. Vazhdo programin.
Të gjithë besimtarë ortodoks, kavajës të mbarë Shqipërisë dhe kudo që janë, gëzuar. Jam shumë i gëzuar i nderuar të jam sot këtu tek ju. E jani, shko baba Petro. Dos microfono a tavolina. Mirë se u gjeta. Era 3 shifë bakun të kimë. Një ndërat të dy kavaj. Në të ishë në kavaj. Po. Në gjimë në pasure, të dva, të shumë entuziastë. Histori ringjallje e plot pas Krishtit mbret, besimet fetare ka ringjallën e dytë në Shqipëri. Kjo është e vërteta dhe meritat tuaja janë shumë të mba, e ngritët nga hiri në kushte shumë të vështira. Themi atë që është sepse psikologjia ateiste është psikologjia më fatkeqe e njeriut, e cila e përjashton njeriu nga disa shtylla bazë të nërgjegjes njerëzore. Kështu që për kushtimin ndaj Zotit dhe ndaj njeriut, bëri që këto institucionet të ngrihen nga shkrumi dhe janë një faktor shumë i fuqishëm sot në pikrisht jo vetëm pa diskutim në ushqimin shpirtëror dhe në mësimet e librave të shenjtë të Zotit, por janë një faktor i fuqishëm dhe në atë që ne quajmë dhimbshurinë njerëzore. Mbasi kudo dora e tyre, dora e kishave, dora e xhamive, e teqeve, tek ata që janë në gjendjen më të pamundur, është reale me të gjitha mundësitë. Unë e kam deklaruar dhe përpara, ajo çka ne do bëjmë, dy gjëra. Do përpiqemi dhe do i bëjmë. Së pari do të dyfishojmë fondin që kemi për komunitetet fetare. Fondin buxhetor, ne patëm vendosur në atë kohë në buxhet një fond për komunitetet fetare dhe këtë fond e ndanin vetë në atë komitetin e marrëdhënieve, po. Por ky fond ka mbetur aty ku ishte. Ne do ta dyfishojmë atë, se
është e domosdoshme, ky të dy fishohet. Dhe së dyti, brenda këtij mandati që vjen, në rast se qytetarët shqiptar votojnë, ne do të zgjidhim përfundimisht problemin e pronave me përparësi absolute për institucionet fetare, por dhe për të gjithë shqiptarët. Ne kemi marrë angazhim që në 4 vitet që vijnë, çështja e pronave të marrë përgjigje përfundimtare, duke angazhuar kështu të gjithë potencialin që ka qeveria në të gjitha aspektet financiare, rikthime fizike, kompensime fizike, por shoqëria duhet të ndahemi nga ato padrejtësitë krijuara shumë të mëdha. Vazhdojnë dhe sot, dhe për fakt të keq duhet ta them që pronat e komuniteteve fetare janë viktimat e para. Ato, do të thënë, i kanë plaçkit, i kanë grabit, por ne do u qëndrojmë, ju garantoj 100% me vendosmërinë më të madhe. Ne kemi çështje zgjidhjes pronave të përndjekurve politik, i duam me çdo kusht që shoqëria të ndahet nga ato padrejtësi që janë bërë në të shkuar, të bëhet e drejta, të bëhet ligji që i njeh, kështu që por unë kam një njohje të pakufikshme për ju. Ne kom me shumë probleme, po një thesar e kemi të paçmur. Edhe këte thesar të paçmur e kemi në radhë parë në sajt mençurisë, shpirt madhësisë të udhëheqësve fetarë, të cilët të prinë drejt tolerancës, mirëkuptimit, bashkëpunimit, dhe kjo në fakt ka dhe kombe tjera që i kanë disa besime, po askun më në harmoni se në Shqipëri nuk janë. Një harmoni naturale, native. Se në fakt kështu është. T'jap një informacion. Po, i dashur. Papun, qyteti ka bajë se nderoj me një titull qytetar nderi. Ka marrë titull qytetar nderi. Ju përgëzoj, edhe e përgëzoj, do kisha votuar 100 herë, po të kisha qenë atë ditë këshilli me ju, po të keni votuar ju për mua, e meritojnë plotësisht. Doktor, ju falenderojmë, shpresoj dhe në emër të komunitetit që ne përfaqësojmë, sepse dhe sot folët të realitetin dhe të vërtetën, sepse pronat e komunitetet fetare janë më të abuzuara. Megjithatë, përveç pronave, unë dua të kujtoj diçka tjetër, se këto janë pronat palujshme. Ka shumë pronat të kishës që janë edhe materiale të cilat ne funksionojmë dhe punojmë me to, që mbahen me të patë drejtë në institucionet shtetërore. Duke filluar që nga gjërat që ne punojmë, nuk flasim gjërat palujtura, por gjëra mjete kishtare që ne kemi në të sekuestruara. Por me atë gjej rastin të kujtoj sepse ka ardhur koha dhe kjo është një detyrë, një kërkesë ndaj kryetarit të bashkisë, i cili përfaqëson dhe forcët politike tuaja, kemi një kërkesë. Ju e dini shumë mirë dhe jemi koshient që të gjithë që në Kavaj është një komunitet vllah. Nga më të vjetrit, në të gjithë zonën tonë të Shqipërisë flasim, me një kulturë shumë të pasur, me një gjuhë shumë të pasur dhe të pastër, dhe me një trashëgimini brez pas brezi deri ditë sotme. Kërkojmë zyrtarisht në emër të komunitetit fetar ortodoks, por dhe të komunitetit vllah, që pothuajse është 90% e besimit ortodoks në Kavaj, diku në muze, diku në gjeni një vend të përshtatshëm të kemi një kënd muzeal për traditën tonë, kulturën tonë
ta pasqyrojmë se kushdo që të vi, jemi dhe ne këtu me kulturën, traditën, brez pas brezi. Kjo është një kërkesë e cila do t'ju rekomandoj dhe do ta lija si detyrë kryetarit të Komunitetit Vllak, zotin Todi Buli, në bashkëpunim me juve të bëni diçka të tillë që ta kemi dhe ne prezencën në Kavaj. Ashtu siç kemi prezencat me besimin, me shumë gjëra tjera. Miseri shumë mirë. Nësoj shumë Gëzuar. shponime, suksese. Faleminderit shumë. Dijem që keni të shkëlqyer të vjedhur, më të mirë. Gëzuar. Shponime, suksese, zoti jenë pranë. Bashkën tjetër ta bëjmë siç ne do zemra më mirë. Atjani, Mire thot. kërkesa juaj është absolutisht e drejtë dhe Me pak vones, po Krishti unë gjallë. Krishti unë gjallë. Krishti unë gjallë të Krishti unë gjithë. gjallë. Ishte erdhë, për shumë vjetë Krishti unë këtuar. gjallë. Mirë se u gjetëm, Krishti unë gjallë. Atë janë këto 2 vjetë s'ka më bunë për shtetin e bashkisë. Jo, nuk thash. Prit, fisnik, Kjo është e shtesë. fisnik, Nuk thash, ju thash faleminderit i fillim. këta janë një E morën forma ankese. komunitet, Jo, ja thash të faleminderit i fillim, Jo, por ka ngelur kjo pa jo, bërë. jo, Me jo. vones, por vetë bërë. e the e kërkesa shumë e drejtë. Dhe komuniteti vlla, Arumunët, janë një komunitet. Më fal. Edhe dëshmorin e parë demokracisë e kemi vllak, jo si Budën. Po, jo si Apo jo? Budën. Po, shumë e vërtet. Janë një komunitet historik, një histori me bashkëpunimin më të shkëlqyer me shqiptarët. Me kontributin më të madh në rilindjen kombëtare. Janë penat dhe mendjet e tyre ato që kanë një kontribut thelbësor në rilindjen tonë. Ky komunitet ka një kontribut tjetër të jashtëzakonshëm në pavarësinë kombëtare. Jemi një kombëtar. Po, aty jam tani, tek pavarësia, sepse në fakt ishte komuniteti tyre në Bukuresht. Të themi të vërtetën. Jemi një kombëtar. Të themi të vërtetën. Ishte komuniteti tyre në Bukuresht që Ismail Qemalin e bindi se duhej të shpallej pavarësia pa asnjë protektorat tjetër. E ka najt aty disa ditë me ta dhe jo vetëm kaq, por për koincidencën e kohës kryeministri rumun i asaj kohe ishte me origjinë nga Voskopoja. Dhe ai i dha Ismail Qemalit Sakt. çekun me $200.000.000 franga arë, Për të udhëtuar. Sakt. sepse shqiptarët në atë periudhë, ai u nis nga Komiteti i Stambollit, por e kishin pas sigurinë se dalja jashtë ombrellës së prendorisë mund të na shtonte në shumë copa, mund të i vërsulin. Kurse Austro-Hungaria, sa ajo në fakt ne shtetësit e vetëm në real të pavarësisë sonë kanë qenë Bertol, ka qenë Austro-Hungaria. Dhe ky komunitet me njerëz të shquar, me figura të shquara në Bukuresht dha një kontribut thelbësor. Por kthehemi tek i Kavajës, i ka dhënë gjeniu e të gjitha kohërave të skenës botërore Aleksandër Mojsiu. Aleksandër Mojsiu. Kështu që në fakt e thash dhe njëherë, po të shkojmë në Frashër, rrojt i kemi të përbashkët aty. Po të lexoni Sami Frashën, vetë kuptohet, do më thënë, se çfarë simbioze, çfarë harmonie ka midis shqiptarëve dhe komunitetit arumun. Ndaj dhe kjo që kërkon Atjani është do të ta plotësojmë dhe mundësisht kur të plotësohet
të më ftoni edhe mua të jam I pranishëm Me gjithë shpirt. se ky komunitet Zvanjë kryetari. e meriton t'i nderojmë ne më shumë se ka vajzë I takon dhe Unë prisja të më pyese dikush pse pikërisht ti Papajani e kërkove. Po a them sekretin, se nuk është I fshet. Unë jam vllak. Flaks gjuhën e tyre të nënës e të babës Bravo. tim. Jam nga Voskopoja. shumë. Ikur që andej me mjemi Rafti, shkuar në frashër të Përmetit me mjemi Stima. Përfunduam në Vlorë me mbiremin Tereziu. Jam vllak dhe jam krenar për gjithë trashëgiminë time. E flas gjuhën Dhe unë- pas ju lloj. Dhe ju keni shumë të drejtë. Krishti keni u ngjall, krenar. doktor. Jeni krenar. Tani nuk kemi ç'bëjmë se ndonjëherë pse del dikush prej nesh sikundër s'duhet. Enver Hoxhën E, po, tani nuk s'kemi- që vlla që është shqiptar. Kemi ç'bëjmë. Tani edhe do Enver Hoxhë tjetër del si punet. S'kemi Po, ç'bëjmë. këto janë punët e Zotit. Do sa zgjatën pak me këto, unë do doja të shpreh falënderime sepse po atëherë më ka kërkuar 2 falënderime fillimisht për respektin që keni bërë për Episkopit Anastas në fjetin e tij. Keni qenë nga personalitetet më korrekt edhe më të përkushtuar drejt këtij solemniteti që ne kishim. Ky është falënderim në emër të komunitetit. Dhe dyta, do doni të shprehni falënderimet e jashtëzakonshme për kryetarin e bashkisë që ju na keni propozuar në Kallaj. Pasi e kemi të gjinjshëm në çdo moment, madje dhe Sava kur ne ndodhemi këtu, është iniciativa e tij personale që të arrijmë dhe të kishim sa një pritje dinjitoze për gjithë personalitetet. Ne e vlerësojmë jashtëmase shumë që një personalitet si ju vjen, na nderon dhe kjo na jep gëzim që jemi në vëmendjen e njerëzve kaq të rëndësishëm në Shqipëri. Ju falenderojmë dhe gëzuar për shumë vjet të ditë të gëzuar. Gëzuar dhe falenderoj shumë dhe ju siguroj se kam patur edhe ruaj konsideratën më të lartë për udhëheqësin e kishës autoqefale shqiptare Anastasios Janullatus, kontributin e tij të jashtëzakonshëm. Ai ishte një burr vigan. Ai ishte një meshtar vigan. Ai e nisi misionin në kushtet më të vështira se kushdo tjetër, por nuk u mposht kurrë për të mbetur një misionar dhe për të nderuar sot dhe në gjithë kohrat për atë kontribut të jashtëzakonshëm që dha në ngritjen e kishës ortodoks autoqefale të Shqipërisë. Që në fillim, I Zot Anastasios Janullatus pushtoi zemrat e besimtarëve. Shqiptar, respektin e madh të tyre dhe ngriti kishën nga hiri, e ngriti atë me të gjithë infrastrukturën e saj, me të gjithë veprimtaritë e saj, dhe ai u nda nga jeta si një misionar I madh, që I bëri nder kishës Zotit, por dhe kombit shqiptar. Kështu që ne mbetemi, domethënë, gjithnjë borxhli, mbetemi gjithnjë mirënjohës Edhe ju vlerëson dhe shumë. ndaj kontributit. Ju vlerëson dhe shumë për Episkopin Anastas. Ai meritonte të gjitha nderimet dhe vlerësimet. Kaloi ato vite. Meritonte të gjitha nderimet dhe vlerësimet, sepse ai ishte një, I thash dhe njëri, ishte një burr vigan, njëri një intelektual vigan, ishte një akademik që nderonte Shqipërinë, kishën, akademik. Ishte të rinë më mirë, do të ishte më mirë për ne, po kemi marrë dhe kohën të njohim
Ta djemt janë Juve dini gja djemt të dashur, të bukur, të mirë, që të jenë njerëz i vlerë të buar për kavajin, që të uroj suksese edhe për mjet jetë pranë për situata juve. Shumë faleminderit. O Jerusalem, për mjekje në Selanin. Bravo. Ba shumë qefi. Më të mirë. Unë morë zaratin tuaj. Më të mirë. Bezësuar brezat. Faleminderit. Dhe më thërë ati të bashur. Kemi kujtim. Bashur që mi kujtim. Po. Apo të spesi poshtë? Më më njëre për të tjerë mrapa, të dalë me baloton përfundimtare. Profesorë, sera 2 që vini këtu kënë? Arnor, kush ka Arnor? Shtu pak brapa se dun fotën në to. Shtu pak brapa. Shtu pak brapa. Duhet të brezat e rinj, Apo ke kryetari, apo kryetari të Seleni kryetari. Kush është ti? Nëse kush më ngol vjen nga vrapa fani, s'ka. Okej. Okej, lese Bogeron. Bogeroni të sjell, të Bogeroni. Ky lëti ona. Pasë ka shoqë. Shumë faleminderit. Nesi, qa po bojmë atë? Ke kryesie po. Hajde për mirë.